5 vite nga ndarja parakoshme nga jeta në moshën 52 vjeçare e ish handbollistit kampione më pas presidentit të klubit handbollit Vllaznia Nikolin Karroca, shoqata e handbollit kolegët e tij të fushës në bashkëpunim me familjen Karroca organizuan për të 4-tin vit me radhë kupën Nikolin Karroca. Ai ishte një njeri shumë i përkushtuar me vullnet e hekurt, sa që më kujtohet shumë herë në pallatin e sportit, stërvitjet që krynim, Nikolini rrinte edhe mas stërvitjes për me realizu objektivat që kishte unë trajneri. Është një figurë që na ka me gjithë në kujtesë se kohët e fundit ai edhe ka ndihmu ekipin e ju kështu se për me ekzistu kështu, e ka ndihmu si biznesmen, po edhe kontributit tina si lojtar dhe si kryetar i klubit ka dhënë kontributin e tina, ndjes post. Për një figurë tillë si Nikolin Karroca, kjo është gjoja më e vogël që na munda me bë. Por një merit veçantë kanë familjarët e Nikos, mënyrë të veçantë motrat, të cilët kanë promotor dhe suport për mbështetjen e këtij aktiviteti. Krahasapjes së ekspozitës Vllaznia e handbollit në vite në programin e aktivitetit ishte përballje në fushën e lojës mes ekipeve të Vllaznisë dhe Universitetit Luiç Gurakuçi, si dhe ajo që tërhoqi më tepër vëmendjen e të pranishëmve dueli mes ekipeve të veteranëve të Vllaznisë dhe Kastriotit të Ferizajt ardhur nga Kosova, takim që mbyll 14-12 në favor të veteranëve të Vllaznisë. Pas përfundimit ceremonia e mbylljes bëri që në emër të stafit organizator Dibra, Matlia dhe Haxhia të shpërndalin diplomat dhe kupat për sportistët dhe ekipin më të mirë si dhe për familjen Karroca. Në adresë të kësaj familje shkuan edhe ndërimet e bëra nga klubi handbollit Ferizaj Kosovë si dhe shoqata tifozëve të vjetër të Vllaznisë me drejtues Sander Dema, të cilët i dorëzuan uniformën dhe emrin e personalizuar Nikolin Karroca.